Nga Shkodra, ku prezantoi kandidatët për deputet në këtë qark, Kryesocialisti Edi Rama kërkoi votën edhe të demokratëve më 11 maj. Për të në këto zgjedhje do të vendoset për fatin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryefjala e kësaj fushate dhe kryefjala e 11 majit që është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Në listën socialiste për Shkodrën, Rama tha se është bërë një transfuzion shumë domethënës i gjakut në parti, duke u ndalur në mënyrë tek veçantë tek Mariana Koçeku, e njohur nga shumë kush si Neo Malsoria. Rama reagoi edhe ndaj etiketimeve, sipas tij bullëzuese që janë bërë asaj. Jam i bindur që nuk e kanë iden për shembull që Mariana ka studiuar shkenca politike jashtë shtetit. Dhe është e kot t'ju them atyre që kanë prodhuar gjithë atë pocaqi që duhet ju vit turp, se ata s'kan turp. Kandidatët e Partisë Demokratike në Shkodër Edi Rama i vlerëson si personazhe grotesk, por një dallim mes tyre ja e bën, të gjithë përveç Greta Berdelit, për të cilën tha se respekton. Si mund të insistohet në të jeni budallëk, është habi shumë e madhe. Për personazhe që është të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e Kënetës. Kënet e vërtet. Dhe nëse ka një kartvizit Këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Përjashto vetëm një person për të cilin unë kam respekt, që është ajo zonja që është parlament. Rama përsëriti se Partia Socialiste është e vetmja forcë që garanton reformën në drejtësi dhe institucionet e drejtësisë, një mesazh e pati edhe për socialistët e tij. Kush devion nga rruga për qëllime përbashkët dhe përdor fuqinë që i jep populli përmes Partisë Socialiste për të bërë punë jo të ndershme mbas shpinës tonë, shkoj atje ku ka vendin. Është shumë e thjeshtë.